Ditën e 1 majit, për shembull, shumë qytetarë vendosin me dalje me festu. Unë nuk mendoj që jena në çat nivel që me dalje me festu, duhet me dalje me protestu. Organizohen protesta, po mandej numri i pjesëmarrësve është shumë i vogël. Edhe unë nuk mendoj që duhet me ofru këtë mundësi që ne të friksohemi. Jemi shtet demokrat, guxojmë me ngrit zonin për kauza të tilla, sepse në fund të ditës jemi ne vetë qytetarë të këtij vendi. Sa guxojmë, të shumë mirë tha Edona, guxojmë, po sa po guxojnë rinia me ngritë zonin, ndoshta për kauzat veçanta? Duhet guxojnë, s'duhet me ja ushtin mend heq këto që nuk duhet me guxu. Nuk duhet me ja ushtin mend, është e vërtet, po besoj që është edhe pak ajo neglizhenca apo e përsëri që nuk është që po merren shumë, duhet me marrë ma shumë, ne po jam pjesë e lobimit për me marrë ma shumë e këtë pjesë, ma shumë e politik, po thjesht nuk i intereson sepse janë mësu me një rreth t'il, janë mësu me qenë shef të vetës edhe mos më marrë të kjo pjesë, po që përmendin i majnë mu më pëlqen si popull, në përgjithësi shqiptari i marrim gjithçka me pozitivitet, edhe protestat i marrim si mënyrë që sharaki edhe përmes viralitetit videove ku bëhen si lloj meme që është një situatë shumë serioze dhe nkthehet diçka shumë që sharaki jemi. Ama mandej pasojat janë të mëdha dhe pasojat i kemi vetë ne qytetarët, edhe ne duhet nisim vetë prej vetës. Për shembull, secili prej neve mundemi me kontribut diçka për vendin tonë. Qysh prej një momenti që ti del në rrugë e shen një dukuri që nuk po të pëlqen, e ki mundësin me raportu policin edhe me